Hej, nëse jeri në këtë kanal, unë jam Romi. Pas disa lëvizjesh, unë dhe familja ime aktualisht ndodhemi në Tiranë. Hajde Bato. Hajde shikoj këtu njerë vet, hajde zgjedhim. Shikoj, Bato. Hej miq, si jeni? Unë jam Romi dhe ky është një tjetër vlog bashk. E nisëm me Baton që sapo zgjua nga gjumi, sapo jemi kthyer nga qerdhja dhe zakonisht kur kthehemi nga qerdhja Baton e zën gjumi. Unë përfitoj nga rasti, bëj pak pazar. Iku kjo javë e parë në qerdhe vetëm e Batos. Nuk e di nëse më them që ka shkuar mirë apo keq. Kanë ndetur vetëm gjysmore çdo ditë dhe ato gjysmore që kanë ndetur ka qarë. Le të themi që kemi pak përmirësime. Tani kur ikim, kur shkojmë tek qerdhja, nuk qajmë me një herë që kur ngjitemi të shkallët, nuk qajmë me një herë që kur presim që të hapin derën e klasës, por që qajmë kur iki unë. Grupi Batos quhet grupi yjet, fix edhe një element i vogël që ka pasur kur ka patur ditëlindjen e 1 vjetorit. Dhe kështu, ndeti gjysmore, sot e kam lënë 40 minuta më sakt, e gjeta duke qarë, e mora, e zuri gjumi, bëra pazar, erdhëm në shtëpi dhe kështu. Sot nuk do shkoj në punë, sepse mbasdite kam një event me punën tek plaza, kështu që do t'ju marr pak edhe tek ai eventi. Ndërkohë po ju tregoj pak a shumë gjërat çfarë kam bler. Këtu janë 20 euro pazar. Jam marr pak gjëra me pak fjalë. Këtu kemi marrë disa domate dhe më në fund kanë filluar të dalin këto rozët që kanë disi shije, që janë si jeshile, si rozë. Këto kanë shije ose pomodorinit kanë shije. Domate tjera nuk kanë shije. Presim tani qershorin edhe pak. Pastaj kam marrë kastraveca. Këtu kemi avokado, lule lakër, brokoli dhe majdanoz. Pastaj kemi kumbulla që një e ka marrë Bato, po ja hajnë. Dhe 2 janë të shpërndara në shtëpi, se i përdor si topa, vetëm se kilja e këtyre kumbullave ishte në stratosferë, do më thënë 4 euro 5 kumbulla. Dhe, por i kam marrë sepse Bato han bananën, kumbullat i kap qef, këto si janë si të mdhaja. Lule shtrydhet vetëm një ditë kam gjetur të mira, që kishin aromë, pra tamam. Të tjerat nuk kanë shije fare dhe nuk e marr fare sepse janë plot me pesticide. Lule shtrydhet janë një ndër frutat që përmban më shumë pesticide, ta keni parasysh, mund të kërkoni në Google 10 frutat dhe 10 perimet që mbajnë më shumë pesticide dhe të mundoheni t'i merrni pak më me kujdes, edhe spinaqi gjithashtu është ndër to. Pastaj e kam karrota dhe banane. Këto ishin, kushtuan 20 euro. Më përpara i blije gjitha këto gjërat me shumë më pak lek, por nëse kjo është diçka tjetër. Gjithashtu kam marrë një si tip pispilie, është një dyqan këtu afër nesh që bën çdo gjë me maja natyrale dhe me miell të bluar vetë me pajisje si një herë një kohë, dhe mielli është i prodhuar vetë, gruri është i prodhuar vetë, edhe pra e bëjmë bukën si një herë një kohë. Dhe i mora një pispili. Kjo është si tip byreku me kungulleshka. E provova pak fare rrugës dhe është i shijshëm dhe ka të shijen tamam të miellit si një herë një kohë. Dhe mora më shumë ta kisha ndërkohë që bëja diçka për të ngrëmë për vete, për Bato, për të gjithë. Mirë, Bato vazhdon bën pak naze me ushqimin. Nuk është se po han siç ka ngrënë, për 100 arsye që mund të jetë qerdhja, dhëmbët e të tjerë. Por do bëjmë diçka për të ngrënë shpejt e shpejt. Mendova të fillimisht të vë të ziejnë brokolin me lule lakrën dhe karrotat. Dhe ndoshta të bëj dhe një pilaf. Të shoh se nuk është se kam lëng mishi, por të shoh se çfarë do sajoj diçka, se jo gjithmonë i kemi të gjitha gjërat siç duhet për të bërë një recetë. Madje marr shkas
se komentet e ditëve të fundit nuk kam arritur akoma t'ju përgjigjem, por njëra nga ju më ka pyetur nëse më pëlqen të gatuaj, e kështu me radhë, apo e gjej këtu komentin. Të them të drejtën, kur kam qenë e vogël dhe para disa vitesh, kisha shumë dëshirë të gatuaja, shumë madje njihem në shtëpi për gatimin, dhe që e vogël kam nisur të gatuaj, pavarësisht se mami ka qenë gjithmonë në punë dhe nuk ka qenë asnjëherë mami tipike që shuhej për gatim, ajo gjithmonë na gatuante gjëra shumë të shëndetshme dhe gjithmonë kemi pasur gjellën gati kur jemi në mëngjes, në drekë, në darkë, por që nuk ka qenë ajo mami tipike, siç ishim mësuar ku diun në Itali për shembull, që mami, sidomos mami i jugut, ishte e njohur për gatimet, për qoftet, për kështu gjërash, dhe kështu mami gjithmonë ka qenë punë, por gjithmonë na ka përgatitur gjëra shumë healthy dhe kemi qenë fëmijë shumë të shëndetshëm, shumë fit, madje mbaj mend me muskuj sikur bënim sport gjithkohës. Kemi qenë realisht shumë të shëndetshëm dhe shumë fit dhe nuk na ka bler asnjëherë budallëqe, por unë e shija që kisha shumë dëshirë të gatuaja dhe madje kur isha herën e fundit tek vllai, shihje çfarë kam gjetur. E kam njohur nga kopertina. Ky është libri i parë i gatimit të mamit tim, me të cilën unë përveç se kam luajtur shumë, kam shkruar dhe receta dhe bëja receta nga ky libri. Ky libër është një pjesë e fëmijërisë time dhe atë ditë që isha te vllai, i pyeta ishte te mamin nëse mund ta merrja unë këtë libër dhe kam gjetur, këtu për shembull është shkrimi im, mund kem qenë në klasë të parë. Ky libër është nga 1996, më tha mami mund të jetë ndër librat e parë të kuzhinës që patë ndalë atëherë pas era komunizmi. Dhe do t'ju tregoj, po të hapni të gjitha faqet, kjo është shkrimi im kur kam qenë e vogël, në 8 vjeçare, që tani është bërë 9 vjeçare dhe është një ëmbëlsirë. Dhe shumë gjithandej ka shkrimin tim, ka detaje që më kujtojnë fëmijën time dhe nuk e di, më duk shumë gjë e bukur kjo gjë dhe e mora kur e pash thash, sikur kisha gjetur kështu një kuti me thesar. Dhe doja të dilja këtu që unë kam qenë gjithmonë shumë apasionuar për gatim, gjithashtu dhe për krijimin e gjërave. Kam qenë një fëmijë shumë kreativ, gjithmonë. Vizatoja shumë, edhe kam dorë për të pikturuar faktikisht dhe i kemi ngjarë mamit si vllai, se mami pikturon dhe gjithashtu qepja shumë fustanet e kukullave e shumë gjëra të tjera, kam qenë gjithmonë shumë kreativ si fëmijë. Por që vitet e fundit doja të dilja në këtë gjë, nuk është se gatuaj më siç gatuaja më përpara, sepse ndonjëherë lodhja, koha që mungon, përtesa. Por ndryshe nga më përpara, ka ditë që thjesht gatuaj sepse duhet gatuaj, jo se kam një dëshirë të madhe, duhet ta them edhe këtë gjë, sepse edhe fakti që duhet gatuaj gjëra të veçanta për baton, pastaj shkojmë punë, pastaj bato me nazet e veta, pastaj një periudhë nuk e kemi pas këtë kuzhinë siç ka qenë më keq. Ka shumë faktorë që ndikojnë, edhe lodhja e kështu me radhë, por gatimi më pëlqen, është diçka që më pëlqen nëse do të bëj gjëra pak më të veçanta, më speciale. Pastaj kur vjen puna tek përditshmëria, mundohem të bëj gjëra të thjeshta që i hanë gjitha familja, që janë të shëndetshme. Nuk është se jam duke gatuar 10-15 pjata në ditë, kuptojeni këtë gjë, unë jam tip praktik. Pastaj kur kam për të bërë diçka pak më të veçantë në fundjavë kështu më radhë, i bëjmë siç mund ta keni parë edhe ndër vite që më ndiqni. Okej, do vendos në vend këto gjërat dhe të vendos të zihin perimet se po ikën ora. My dessert, I be your main course. We split the bill and go home together, and you can show me your forbidden treasure. Don't stop, just keep on going.
nothing less. Only serving you amateurs, nothing but heartless. Cause none of us strike in one place twice, so open up your eyelids. My devices, fast like NASCAR, reckless on my trap star. Taking shots of whiskey on my way to the last bar. In the zone, deep pockets, bar store, and I can't rock it. Got a stiff arm, Bogart, I stepping over goal line, but you know I try to hard bargain. Fast like NASCAR, reckless on my trap star. Taking shots of whiskey on my way to the last bar. What you flapping about? Chokehold copping them out. Pra, perimet I kam vendosur edhe ujin të vloj për pilafin. Ju thash që paraprakisht nuk kam lëng mishi këtë herë, do ta gatuaj me gjalp, edhe mendova të përdor këto. Këto janë si tip vegete, nuk e di si ta them, por nuk është tamam veget, është kubike, është me perime. Janë bio të certifikuara nga brendi Alcenero, që është një markë italiane, shumë e mirë, shumë cilësore. Këto I kam marrë tek BioU dhe kanë perime të hidratuara, të dehidratuara, se thash të hidratuara, sikur kam përdorur krem. Nuk është se I përdor shumë këto gjëra, them drejtën. Edhe kjo ka krip, por mua më duket sikur ka më pak krip se sa vegeta që zakonisht shikoja në markete në Kosovë. Nuk është se e përdorja shumë, se nuk më pëlqente shumë shija e saj. Ishte pak si shi shumë e fortë tipike dhe e dalloje sidomos në disa restorante që e përdornin. Këto unë zakonisht e blej kur kam ndonjë emergjencë, kam në shtëpi, si në këtë rast që dua të bëj pak oriz të bardh, pilaf, por që nuk kam lëng mishi. Kjo mund të bëhet edhe vetë në shtëpi, madje me që jam në këtë forinë të bërit të gjërave vetë në shtëpi, ndoshta do ta bëjmë një ditë bashk. Gjithashtu doja të thoja që tenxheret janë super, një blerje fantastike. Nëse keni mundësi dhe nëse janë akoma në ofertë tenxheret, blini, a vlenja super vlen. Dhe kështu po I kthehem pra pak gatimit. Përveç perimeve doja të bëja edhe pak pilaf, se kam filluar ta mësoj baton pak me kosin. E di është e çuditshme se bato han shumë gjëra, por kosi nuk e di pse nuk e ka qef, edhe pse fëmijët vdesin për kosin. Por kam filluar pak nga pak, çdo javë ja jap me pak oriz dhe I pëlqen. Kështu që dhe sot thash t'ja tentoj, t'ja provoj, ndërkohë rrobat e mia, lavatriçet vazhdojnë këtu. Nuk kam arritur të bëj kosin vetë, sepse qumshtin e lopës që më ka sjell mami nga fshati e ka pirë të gjithin, por kam bler këtë, që është kos fshati, është goxha I mirë, por do ta bëj vetë. Dhe do t'ju tregoj si shkon. Po thoni ju, mirë që s'kisha lëng mishi, po nuk kisha as oriz. Ua, sa big fail. Do me thënë, unë mezi po prisja të haja pilaf me kos, se batos një luk do I jepja, nuk është se ishte për baton, a ishte më shumë për mua, për baton perime, gjëra tjera. Big fail. Nëse, skuqa shkriva gjalpin dhe kisha ca petka të pogradecit dhe bëra ato, ja t'ja tregoj. Ja, këto janë petkat e pogradecit që kam bërë. Dhe këtu sa po përfunduan të vluari perimet. 1000 years later. Okej. Jam gati. Vesha sërish këtë gjaketën e bardhë, për këtë herë poshtë kam veshur një fustan. Këtë këtu. Taka, ups. Këtë herë kam veshur taka shumë larta sa ko kisha pa I veshur, por doja t'ju tregoja diçka se më ka ardhur një pako nga Tamam. Ja u kam treguar edhe vjet, paka shumë në këtë kohë, kam pasur një palvath shumë bukur që I pëlqenit shumë. Unë porosita këtu nazën, shikojeni sa bukur që është, shumë vintage me këtë gurin. Dhe faqa brendi Tamam më ka dërguar dhe disa gjëra të tjera, shifa sa cute, si që doja. Ajo çfarë më pëlqeu shumë është kruzbulova që mbrapa faqes, që ndronte një vajzë që kishte fëmijë dhe më bëri shumë përshtypje në pozitiv, sepse realisht punën që I dedikoj nga mbrapa me postimet shumë të pastra, shumë të bukura estetike dhe një bravo, kështu që shkoni ndiqeni.
dhe supportojeni. Gjithashtu më kishte çuar këto vathët, shpesa të bukur me këtë perlën dhe i vendosa sepse mendoj se më shkojnë fiks me veshjen e sotme. Gjithashtu më ka dërguar këtë spilën, unë nuk kam spil, kjo është spila e parë që nuk do ta vendos sot, por që më duk shumë e këndshme për të kombinuar dhe me ndonjë shall, dhe pastaj edhe këto vathët e tjerë që më duken shumë të bukur, shkojnë edhe këto. Të gjitha pak frame vintage, si që keni vënë re që edhe mua më pëlqejnë, tani jam pak vonë, kështu që duhet të iki te plaza. Kjo është looku thjesht. Si ju dukem? Ikim tani. Edhe sot një shifme. Nuk e kam marrë fare aparatin. Shumë shi, çantë vogël. Oggi siamo molto orgogliosi di essere qua in questa bellissima location per potervi parlare di quelli che sono, che era questo il mercato del tempo. Nel 2004 subentra, come vi dicevo, le prime macchinari a controllo numerico per la produzione delle lenti che... Eventi mbaroj. Romi, hajde në vlogun e radhës. Hajde vajza, përshëndesni gjithë ndjekësit. Bato! Tani ma thoni si ju duke eventi sot. Bukur, pak i zgjatur. Pak i zgjatur. Meritoni me çka më tepër për pjesëmarrje. Neve po. Kishte një sorti sot, por që nuk e fituam ne. Megjithatë ne ishim më të mirët. Mirë. Ikim tani.